Ndërkohë që presim një këngëtare, një gocë të talentuar që vjen pas herë në emisionin tim, dhe që nuk e di ku do ja bëj vendin, se nuk mund ta lë në fund, po bravo Karamusha, je i madh, gentil si gjithmonë. Vete unë në fund edhe vi. Je i sigurt? Okej, le Karamusha se vetë Curi atje se është i shtëpisë. Vetë Curi atje dhe vjen goca ulet tu. I lëm 2 vende bosh më. Jo, pse i madh që je. Gentil. Gentil shumë po. Kur të vi Silvana më thuaj se do provojmë një klip, do mbyllim me klipin e Silvana Rusit sot. Me xixën në ekran. Sofi, ndërkohë unë tani pa humbur kohë duhet të kaloj pak tek Gonduka. Gonduka ka shkurt fare bardhë pas të ty. Gonduka, emisionin e fundit që ke qenë këtu, herën e fundit që ke qenë në këtë emision, ke thënë, po mora më pak se 20.000 vota do jap dorëheqjen nga politika, ke thënë, fare nuk do merre më. Dhe si burr që je mbajte fjalën, u riktheve në emision pas zgjedhjeve ku matematika flet, Gonduka, partia juaj ka marrë 44.000 e ca vota në këto zgjedhje lokale. Cila është fjala jote që do thuar sot? Përveç falënderimit që ju bën zgjedhësve të tu. Natyrisht, falenderoj votuesit. Të na thuash pak gjeografinë e votuesve, domethënë ku të kanë votuar më shumë. Falenderoj votuesit, domethënë për krahun këtë lloj kauze, siç u ka thënë dhe herën tjetër kam qenë këtu, ne jemi parti e qendrës dhe jo shumë e ngarkuar ideologjikisht. Dhe Ledjo që plas ka shenë shumë nga shqiptarët tanë kanë qenë të majtë dhe djathtë, domethënë kemi pranuar ideologjikisht të rrymëve të ndryshme, rëndësi ka që kanë përkrahur kauzën agrare dhe ambientaliste. Kemi marrë 44.024 vota. Bukur shumë. Klasifikomi 5. 4-4. 4-4. Më thënë, mas 2 subjekteve të mëdha, klasifikoni të 5 në radhë, në renditje. E treta partia demokratike, kjo zyrtarja, e 4 Tom Dosje, 5 Vimne. Do të kujtoj Magron që partia juaj nuk ka kandiduar, pra nuk ka pas kandidat. Ne s'kemi kandiduar asnjëherë. Vetëm për këshillo. Hera parë që kandidojmë qoftë dhe zgjedhje elektorale, parlamentare, flas sa jam unë kryetar. Është i mirë për ty. Është i mirë për ty ky rezultat 44.000. Shumë mirë është. Është i mirë për mua. Janë më shumë vota që janë mbledhur në cilin rajon? Në gjithë Shqipërinë, më shumë Durrës. Më shumë Durrës. Do thënë Durrës kemi marrë 3 këshilltar në Durrës, 3 në Krujë, 3 në Kavaj. Dhe më heq Kavajën, po në qark Durrës janë këmbëlluar 9.000 vota. Po pse heq Kavajën? Sepse s'është qark tjetër, me Tiranë. Dakor, dhe pse është ngjitur? Dhe më kemi marrë në 6 bashki nga 3 këshilltarë, që është tregues shumë i mirë. Është mirë. Po. Edhe në Veri, do më ka po përshtypje që kemi marrë në Malësit Madhe, kemi marrë në Kukës, kemi marrë dhe Fusharës nga 3 këshilltarë. Ju nuk blet asnjë vot Agron? Ja, absolutisht. Fare. Me thënë ta them me sinqeritet se duhet me zonë B, sepse nuk kemi, se kemi... Jo, një gjë. ZB që s'ke bler asgjë. Po si... Cilat ishte B-a jote, ku diun? Për fjalë burrit, po themi. Për fjalë burrit. Një gjë. Qofse ndonjë mund të investigojnë të rrët, edhe pyesi, priherë, merret vesh, është blerë... Po në Veri ç'ne Agron që ke marrë vota në Veri? Po sepse kemi punuar shumë, siç u thash... Ku në Veri? Ju u thash, në Malësit Madhe kemi marrë nga 3. Malësit Madhe, Fusharës, Kukës. Kemi marrë 2 në Has. Për thënë, është numëri... Ke pasur njerëz të fortë atje në këto zona? Kurse në Lezhë kemi marrë në 1 në Lezhë, 1 në Kurbin, 1 në Mirdit. Ke pasur njerëz të fortë? Kemi marrë 52 këshilltarë. Jo vetëm njerëz të fortë, them, kemi ndër... Kur marrë tuk e ty, kam thonë që ne dalim vetëm që të mos fiksohemi si parti. Që të kuptoni dhe peshën që kemi? Jo vetëm, por në këtë mënyrë ne, si thush, rifreskojmë strukturat dhe ndërtojmë aty ku s'kemi. Edhe pikërisht të kemi bërë nga 1 vit e gjys. Tani çdo thotë kesh 3 këshilltarë, për shembull, ku diun në Marsit Madhe. Po, ju e dini që këto janë, po themi, parlamenti i Këshillit Bashkiak. Qartë. Natyrisht janë pothuajse shumica e tyre të fushave tona, pra të kazove tona. Qartë. Edhe do të çojnë zërin e tyre në këto parlamente bashkiak pikërisht për këto probleme, për bujqësi, për bregëtori dhe pra në një famënyre Agron Duka me këtë rezultat që ti more, pra dyfishin e votave. Është shumë premtues për të ardhmen. Po domethënë një famënyre u dënove të mos japësh dorëheqje nga politika. Nga politika jo, kurse nga parlamenti, unë kam thënë ku do, e them edhe këtu, që nuk kam dëshirë të shkoj në parlament, por kryetar partia do të rinë ose do më besojnë do marrin prapë ata. Pse parlamenti do e mbyllësh në 2025 nuk do shkosh më? Po, nuk kam dëshirë. Nuk do shkosh më sepse nuk arrin dot që të joshësh një parti që të... Jo, unë pa josh partinë, sepse faktët janë që kam... Po pse do të futesh më në parlament? Po gjithë bashkë, po nuk duket sigur jam, domethënë, jap atje aq sa... Kurse në këtë proces, domethënë, realizimin e këtij projekti jap më shumë, pra kryet kësaj partie.
Duket sikur 3 mandate janë të mjaftueshme për mua. Bile do kisha pas dëshirë që të kishte një ligj Shqipëri, që një deputet jo më shumë se 3 mandate. Të kufizohet dhe mandati deputetit. Kufizohet. Plus të hapi rrugë të rive, se fundit është ajo që i tham, ky lloj sistemi i kufizon rinin që të futet në partitë ndryshme. Duke bërë këtë, kam përshtypjen, edhe kështu është faktikisht sepse kanë ardhur shumë të ri, edhe në këto lloj zgjedhjesh, i hapin rrugët e të rive, për shembull, nëse unë do deklaroj që në Durrës do jem unë i pari në zgjedhje parlamentare, shumë njerëz mund të lateshin, kurse kështu ka një gargj. Po ti futesh e kap Agron, po ti je vetëm i kap votat. Durshin e kapim ne, po faktikisht e kemi kapur edhe tash, domethënë në zgjedhjet parlamentare. Unë besoj se e kapim. E kemi kapur edhe në zgjedhjet vendore. Ti vetë bëhesh do deputet në Durrës pa qenë koalicion me asnjë parti? Unë jam bë. I e bër, vetëm. Vetëm. Qoftë kujton 2013-ën, unë jam bë vetëm. Pra edhe 2025-ën ti mund të bëhesh. Tash unë di që jam bë në 2013, tash a mund të bëhem apo jo se di. Po ti zgjedh që mos hysh më. Unë kam marrë 10.543 vota. S'du unë si person, si Agron Duka, por natyrisht një përfaqësues i Partisë Agrare Italise mund dalin Durrës. Edhe duhet dalin. Agron, para se të falenderoj që mundësisht të ri t'jen. E kuptova. Po mos ma mbyll se do të them që Jo, nuk ta mbyllun, por kam një pyetje tani. Pastaj do le të bësh ti para se të ta them atë unë se e kisha mend. Jo, një sekondë. Do të thuash patjetër, por kam një pyetje unë para se të shtuaj. Kam parë lart e poshtë nëpër media, nuk e sa të vërtetë janë, që ti je i hapur tani të bësh the që jam gati të bashkëpunoj me Ramon. Po jo, ajo duket çika pozitive. Unë nuk po them që të bashkëpunoj me Ramon, por unë kam thënë këtë që ju kam thënë dhe ju edhe thash edhe këtu. Domethënë njerëzit që militojnë kjo parti i besojnë kësaj kauze, por janë të ideologjive ndryshme, janë të majtë edhe djathtë. Duhet qenë kështu, kjo lloj kauze duhet të mbijetojë. Do bëjmë ç'është e mundur, fundit neve na votuan se do në vetëm. Domethënë na përkrahen këtë lloj vendimi që i morëm. Atëherë jemi të lirë që në të ardhmen, duke pa skenën politike shqiptare, të mund të bëjmë një koalicion që këto lloj kauzash t'i çojmë drejt qeverisjes. Ky mund të jetë Rama apo mund të jetë një tjetër. Pra në këtë kontekst jemi moralisht të lirë. Shumë mendoj unë. Sepse dikur kemi, domethënë kemi bërë marrëveshje fjalë me dikë, për shembull. Janë bërë koalicione, po. Këtë randës kemi asnjë lloj marrëveshje morale me kërken. Jemi të lirë. Edhe jemi të lirë. Jemi moralisht të lirë. Po që do të thotë konkretisht. Që edhe mund të bëhet një marrëveshje konkretisht, nëse Rama për shembull propozon që s'do bëj një remaniemon që do të thotë me ndryshim për emra Rama, them ti socialist apo demokrat. Në përgjithësi, po le të rrim në emra konkret. Nëse Ramsi thotë po, normal. Se Ramsi do jetë përgjatë. Po Ramsi ka vota sa dush ka për të thonë asnjëherë mos e ka vota plot. Po gjithsesi un po them sepse Ramsi bullogarit, si thua ti. Edhe si dihet mas 2 vjetësh, se mund të ketë, domethënë, ndryshime, reformime, ku di unë, se si mund të shkojë qeverisja ati deri mas 2 vjetësh. Qoftë ai të propozon të ishte qeveri pra ti. E marrim konsiderat, pakti jemi të lirë ta marrim konsiderat. Qartë, e kuptova. E kuptova. Ta them atë që ti sa. Po jo, po para se thuash të mos, ka ndonjëri ndonjë gjë për të thënë për ty? Po. Do të thurin ndonjë gjë për Dukën? Mund të shtoja unë diçka. Po, mendoj që me zgjedhjen që kanë bërë kanë një hapësirë shumë të madhe sepse Shqipëria është një vend agrar dhe gjithnjë më tepër bujësia do futet në ekonomi dhe do futet në interese. Që Partia Agrare për mua ka shanse të rritet, ka shanse të rritet nëse do marrë atë drejtim që i afrohet fermerit, po themi. Sot në Holland fermerët po bëjnë namin. Sigurisht. Po përmbysin qeverinë, kështu që gjëra të tilla votat e marrën më konkrete do ishte rasti më ideal që një forcë politike të përfaqësonte realisht interesa njerëzish, jo ato traditat biologjike që nga partizani i KPS-ja dhe nga ballisti i KPD-ja. Qartë e kuptova. Faleminderit Bardi. Si u falenderoj Currën që i vum pasi se ishte me mirësi pasi Currit. Qartë. U mundu ta uli bile më men atë numrin e votave 10-15. Po unë thash 20. Edhe jam shumë i lumtur që arritëm të marrim jo unë, po gjithë struktura. Qartë. Sepse unë realisht nuk dua që Agroni të dalë nga politika. Do të thënë dhe nga parlamenti. Po pra se thesh një personazh që duhet të jetë atje. Personazh interesant dhe për mua në momentin që njerëzit votohen, edhe kjo thirrja patetike që bëjnë ca të rinj moshatarët tanë që të iki Berisha, të iki Rama, të iki ky, të iki ai, iqe ti, futu konkurroje, iqe. Tu jemi dakord bashkë. Të ikin ata që të hyjmë ne, kjo është shumë vleftësuese për ne. Këtu kemi të njëjtën tezë, po, që e mbrojmë prej vitesh. Kështu që për mua zoti Duka është personazh interesant dhe duhet të rritë në parlament. Pse duket është lodhur, pra, duket është unë e shpjegova, jo për lodhje. Domethënë nuk kam aq vjetër, po duket më 65. I lodhur në kuptimin jo, i lodhur nga politika, jo nga mosha. Jo, politika është. Mos do sa ishte veritur më. Po unë gjykoj që duhet i hapim rrugë të rive. Jo, s'duhet i hapësh rrugë të rive zoti Duka. Të rinë duhet, do ta mendoj se unë e konsideroj shumë
ta gjejnë vetë të rinjt rrugën, sepse nuk duam të na përkëdhelni. Ata që janë trimar e ta gjejnë vetë rrugën. Sistemi zgjedhor që është, domethënë, i mbyll rrugën të rive. Edhe unë desha me thonë, Këtu jep drejtikut, e kuptova. me dy fjalë do të them diçka. Atëherë ju mund të kontribuoni atje ku jeni që të ndryshojë sistemi zgjedhor. Pikërisht, Po, duhet ta Tani çfarë do thoshin general? Atë pra që më thonë, domethënë, nuk e di, u besisë t'u e them për 2 minuta. Besoj keni gjuhë shpesh këtë, që ai baba kush e tu vdek mbledh ato kalamojt, ja 5 kalamoj. Tani i thot, me i shufër thyje thyne i madhi. Po. Me i bëj 5 e thy prap, me i bëj 50 e thy prap. Si ditë e formule këti me i thonë që rrini bashkë, se bashkë jeni një pathyshët. Sepse i thyte vetëm. Për ne i tha, shkoni mas këti, i tha se kërë e pasë dorë këtë punë. Edhe ke punë, me këtë sistem, vetëm e shku ke dramë, se nërshë mo. Ka tarë. Ne, kjo është e vërteta, po. Kjo është e vërteta është kjo. Ervin, do në gjithë për Dukën? Një ndjesi që pate nga 24.000 votat që ka fituar Duka në gjithë Shqipërinë? Shiko, Me një profil duhet të modest Duka, do më thonë, Duka nuk është as vërtet, as akuzon, as... Kemi bashkëpunu me programin e bujqësisë. Po, programin e bujqësisë, po. Edhe gjithmonë konstruktiv, dhe kur u bë kjo formula të futeshin me PD-n, unë isha diskutuar aty, kemi qenë live, dhe thashin nëse një parti do të mbrojë identitetin e vet dhe mos synë ombrellën e partive të mëdha, patjetër që duhet garonte vetëm dhe bën shumë mirë që garon vetëm dhe mund vjen shumë mirë domethënë që provojnë, secili provon me atë forcat e veta dhe sjellë gjë më shumë demokraci. Dhe mund mbrojë një kaos që se ndryshe nuk do mbrojnë asnjë lloj kaosi, vetëm do kishin emrin dhe do futeshin gjithmonë në një ombrellë dhe do humbisnin identitetin. Kjo s'u kuptu këtë herë me këtë sistem, me atë BF-n që mund bëhet BBF. BF e kishte, domethënë, Po se ajo është zhduk të partit. Po, e kishte nuk do për ekzistojë vjetë, më. sepse nuk hynte Ata dot po, zgjedhje. kurse ju nuk e kishit, ju e kishit për të provu. Dhe asë një parti, po su provu në zgjedhje lokale, kotë që shkon pastaj në zgjedhje përgjithshme. Për më tërë që 3 pas zgjedhje që kur unë kam qenë kryetari i kësaj partie, ne s'kemi ngërruar asnjëherë. Pra kjo ishte era pash do. Edhe ajo që të thyn më shumë, me që më ngrejt topi ta them, këtë është kjo, që duke futki kjo sigla e përbashkët e Partisë Demokratike, unë për vete e kam bëhë për të mirë, për mos mirë, me thënë, duke qenë që i kam dhënë fjallën, i kam litë besnik fjallës dhënë. Edhe jam fut një sigl. Nuk kam marrë ma shumë votë kërë e fut këtë sigla për desë. Po të një gjësh këto, dhe me thënë, interpretimet e disa, jo të gjithë, demokratëve, që ti këtë dalë me votat tona, kjo është pyse. E unë e di se Kjo është që parë të masë me atë. Pse s'ma merë ti mu, dhe me thënë, si mirësi këte që unë sarifikoj signe e partizë e futim këtë, po merë të edhe im ke qiti mu. Dhe ky ishte rasti më në një kohë që jam bërë 2 herë tjera deputet, edhe kur kam dalë vetëm, kam pas staf edhe i lirit, ne kemi marrë 10.523 vota. Vetëm qak Durrësit. Dëshmon që kemi vota, jo vetëm unë si persone, po flas tash për këtë lloj projekti, Partia Garantisë. Dëshmon që ka dhe hapësirë për tjetër. Kemi vota të shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Nga veriu deri jug, pra kemi marrë në Sarand, kemi marrë ato zonat veriore siç u thash juve. Patjetër, domethënë, qendra është Durrësi, siç u thash, Durrës, Kruj, Kavaj. Pra, Goni, le të vazhdojmë akoma edhe për ca vite të bëjmë sigurin demokraci, derisa të vi dita më në fund që me zgjedhje pres të mos ketë më zgjedhje në këtë vend të mbledhim mendjen. Po jo, derisa të vi dita që mos i thyej njëri gjithë ato. Ato se bërja se veri dot, po. Duhet vinë dita që njerëzit me hare dhe me trompeta. Të vend të votojnë të njëjtin. Të vend të votojnë të njëjtin pa e parë fletën fare. Më të fortin. Sigurisht pra, po është njëri më i fortë. 500 shkopit dhe Ata që thënë, po. Suri erdhje. Iki unë aty në fund. Ftojnë studio Silvana Rusin. Pak do shohim por dhe një kolazh me 2 klipet e tjera që ajo ka hedhur në treg, për s'ka qenë dot e unë. Faleminderit Silvana, vjen pak me vonesë Silvana në studio, më lajmëroi sepse ishte në koncert, apo jo Silvana. Pas pak do flasim, s'kemi shumë minuta në dispozicion, por çon si ka do po mavojmë klipin. Me qëra fjalla Bart Kadilli, Goni lidhe pak me mua s'po mbarojmë, është fundi. Bart Kadilli, më thuaj të lutem me 2 fjalë, taksirat e keni ne do kemi gjithmonë sepse fundit ende ju ka një detyrë funksionale, kështu që e vetëm gjë që kanë këto momente është fjala. Dhe për së vërtetës fjala jote gjithmonë më shumë po ngjit
madje po përdoret dhe nga njerëz që deri dje nuk të konsideronin fare. Kam dëgjuar që ka përdorur dhe Berisha dhe ky, nuk e di Lulbasha ka përmendur ndonjëherë apo jo, po ky Alibej po njërë duke se e tha. Apo Gazbardhi, një nga këta të PD-s. Alibej, përdori. Alibej, po pra. Bardhi, unë të kam ftuar sot dhe le të do plasi pyetje në ekran. Humbja e radhës, e ka fjana për 14 majit, a do krijoj kadilli të djathën e re shqiptare. Kadill, ky është momenti jot. Unë vazhdoj të jem këmbgulës që Partia Demokratike dhe bazamenti i saj elektorat kanë mundësi të ngrenë edhe njëherë frymën e një partie të djathtë, një partie të djathtë tek e cilat ketë vërtetësi në radh parë, që do të thotë shumë thjesht ato që ti ja kërkon kundërshtarit ose i kërkon si standard të kundërshtarit duke qenë në radh parë tek vetja, një partie që nuk merret me kauza rastësore, po merret me kauza që interesojnë publikut, një parti që rikrijon vetveten si në 90-ën, pra nuk mbetet me një parti e kryetarit. Prandaj kam pasur gjithmonë moton një parti më e madhe se kryetari, një parti më e madhe se vetvetja. Kriza e fundit gjen gjithnjë më tepër vesh për dëgjuar. E para të dëgjojmë publiku një herë, këto zgjedhje janë vjedhur sipas Berishës apo Rama i ka fituar bindshëm? Pushteti në Shqipëri gjithmonë abuzon në mënyrë të qartë. Rama ka bërë çfarë ka pasur mundësi të bëj dhe do ta bëj edhe herën tjetër çfarë ka bërë në parë, dytë, 30-20. Po e ndryshon rezultatin e zgjedhjeve? Detyra e opozitës është jo të numërojë sa herë i vjedh Rama, por t'i dali ballë Ramës a kushdo qoftë dhe ta mundi. Dhe nuk mundet Rama në qoftë se ne shkojmë me të njëjtat cene që ka ai, shkojmë me të njëjtin model politik që ka ai. Njerëzit nuk kanë ndërmend atë kandidat mbret që thua ti që është Rama, ta zvendçojnë me një kandidat mbret në Partinë Demokratike. Po nuk që Partia Demokratike ndryshe, po nuk që opozita ndryshe, nuk e ndryshon Shqipërinë. Shqipëria ndryshon vetëm nëse ndryshon opozita. Pushteti është i ngopur, i kënaqur, shton radhët e klientëve. Dhe klientela është kur i rroga, kur i pensione, klientela është kjo. Kur i jep tender, kur i jep koncesion, klientela është ajo. Dhe është normale. Edhe është normale. Është normale. Edhe ai që është në opozitë, kur premton, klientelë tenton të krijoj. Por që ti të besohesh, duhet të jesh i vërtetë atë që thua. Nëse ti do të luftosh korrupsionin, nuk mund të shkosh me njerëz që kanë një barë të madhe akuzash korrupsionin për vete. Nëse ti do ta ndryshosh Shqipërinë, të paktën ndrysho liderin tënd. Ti thua ç'është modeli? Modeli që kemi ne në Partinë Demokratike është tërësisht anakronik. Unë këtë kam sfiduar, e para. E dyta, opozita shqiptare, Partia Demokratike kryesisht. Do dalë më një sekondë. Pse s'mori vota modeli tjetër? Alibej për shembull nuk ka ndonjë akuzë për korrupsion. Të dyja bashkë janë një njëjta gjë janë. Alibej ka të njëjtën ngarkesë si Berisha? Jo, nuk është nga njëjta ngarkesë. Po duhesh t'i ndajmë. Atëherë, te Partia Demokratike, zoti Alibej ka një inaktivitet total që vjen nga ajo që u diskutua pak më parë, sistemi i kryetarokracisë. Pra ne nuk kemi sistem politik partijak. Dhe unë këm ngul me manifestin për ngritjen e Partisë Demokratike të ringrej një parti, të kthej partinë politike. Atë që thashë zoti Duka, një parti politike që është e vërtet dhe ka një raport të vërtet me elektoratin e tij. Partia Demokratike vazhdon dhe Partia Socialiste ti flasin gjithë popullit. Bardhi, ajo që nuk kuptoj me ty, di cila është? Nëse Arlind Qori nga ajo aktivizmi që kishte si organizat politike, një ditë caktuar pas 12 vjetës si shtatë vet ai, tha, nuk të bëjmë ndonjë gjë të madhe, thjesht gjetën një emër që për mendimin tim nuk është i keq, Lëvizja Bashk, e quajtëm Bashk, thjesht fare, më thjesht se kaq nuk ka. E provoj, sfidoj. Po edhe provoj. Tani Bardh, konkretisht ti vet i ke deklaruar gjithmonë sa të kanë pyet gazetarët, dhe të thotë që unë nuk ik nga PD-ja sikur nami të bëhet. Tani si do ja bësh luftë duke qenë atje? Pse nuk merr iniciativën të bësh gjë tënde, Bardh? Është gjë, shiko, do ta kthej përgjigjen në formë një analize shumë të shkurtër, por shumë shkurt. Partia Demokratike ka hyrë në një krizë sepse s'kupton faktin pse ka dështuar. Nuk ka kuptuar as 13-ën. Më kupton shumë mirë molla. Jo, ta mbaroj. Nuk e ka kuptuar dhe nuk duan ta diskutojnë. Gjithmonë mendojnë që ja ka fajin kundërshtari. Nuk pranojnë të thonë që kemi një gabim. Por me gjithë parakullësitë e zgjedhjeve. Po ka humbur Morçani tani, ka humbur më pas. Ne ndryshon rezultatin, më fal fat. Parakullësitë e ndryshon rezultatin e zgjedhjeve. Jo, rezultati është aq i thellë. Ja ku i mori ai tjetri ishte këto janë muhabete. Partia Demokratike ka amnezi, ka humbje kujtese. Skleroza, që është një sëmundje që po përhapet shumë, se zgjatet mosha, ka një problem. E di si ka shenjat e para çani? Janë ato haresa e afat shkurtër, haron gjërat që kanë ndodhur dje. Këta njerëz harojnë që kur unë thash Lulzim Basha duhet jap dorëheqje se humbi, këta thanë jo, duhet ri.
Kur u prishën me Lulzim Bashën, thanë, ky na i shiti zgjedhjet, nuk na i vodhi Rama, thanë. Qartë. Tani i thonë që na i vodhin e Rama, po sikur Lulzim Basha thotë, jo, më pas keni shitur ju, se o i shita unë, i shita edhe ti Berisha, o ti vodhi, ty mi vodhi dhe mua. Pra ta harojnë çfarë thonë nga sot në nesër, publiku nuk e haron këtë gjë. E ka ulur moralin politik të Partisë Demokratike, amnezia dhe shenjat e saj të forta ta memorjes afatshkurtër, të kujtesës afatshkurtër. Nuk mbajnë mend çfarë kanë bërë. Kur unë i thash Lulzim Bashës të iki, ata që e mbronin më tepër Lulzim Bashën kanë vajtur gjithë ke Sali Berisha. Sali Berisha vetë që mbronte Lulzim Bashën sot e godet dhe e quan krimi, droga, whatever, për të gjithë, dhe çfarë bën? I thot Ilir Meta është njeriu më i afërt për demokratët, se sa Lulzim Basha. Po me Ilir Meta në 2001-shin, ne kemi akuzuar që na ka vjedh zgjedhjet. Ilir Meta na ka akuzuar ne se ja vodhëm në 96-ën, tani të dy bashk janë kohën e Edi Ramës se na i vodhe ne. Po nuk bëhesh dot viktim nëse i ke vjedh vetë zgjedhjet. Çfarë perle. Nuk bëhesh dot viktim nëse i ke vjedh vetë. Kur ke korrupsion vetë, nuk mund të thush që po bën korrupsion ai tjetri. Po më bar, dakor, po dëgjoj. Dhe unë nuk i lem këto. Unë kam vetëm një shpresë dhe vazhdoj. Cila është shpresa? Shpresa është që ajo që nuk donin ta dëgjonin në manifestin e 21-shit. Sot po dëgjojnë më shumë. Ju thatë vetë, Berisha mori një pjesë në rithemelim. Ky tjetri merr një pjesë dhe do ta përdor. Disa kauza që janë aty dhe unë do ta ripotencoj. Me shpresën se kësaj radhe, ata që politikisht thanë, shkuam ke Berisha se menduam që është më i fortë se sa Basha. Arsye krejtësisht politike. Po të drejtë kishin fatikisht. Arsye politike. Po pra. Por doli që humbi më keq. Për shembull, Tom Doshi me partinë e tij PSD në çaquhet në Shkodër mori 9000 vota kur ishte Basha, tani mori 12500. Me Toma përballë Berishës është më i fortë apo është më i dobët? Se kam iden. I dalim zot Shqipërisë. I doli zot Shqipërisë? Nuk i doli Shqipërisë zot. Si u ta bëj tani atë sloganin që mbante mbrapa? Mund t'i dalim zot Shqipërisë ndonjëherë? Ore, nuk, ai mund bëj shëdoj se partia po është ndarë në dysh. Ajo që dhe ti pse unë rim Partinë Demokratike. Në dysh jo, një pjesë e vogël është. Jo, në dysh, s'ka rëndësi, nuk thash barabartë. Mi dakor. Në njërin pjesë janë arrestuar ata që identifikojnë veten si Berisha. Është tresh tani se Gazberdi u zume Ali Bej. Jo, po prapa aty janë. Mirë. E quajnë veten berishist. Ata duhet ndajnë mendjen. Vajtën se shpresonin politikisht ke Berisha apo do reflektojnë. Nëse vajtën politikisht ke Berisha është momenti të reflektojnë. Nëse vajtën se duan Berishën si idhullin e tyre, kanë gjithë drejtën e Zotit të rinë atje, dhe ajo nuk quhet më Parti Demokratike. Veri çfarë do lloj emri, ajo është Partia Berisha. Po nuk kanë drejt ata të konkurrojnë për vendin 2, më që të jetë në numër 2. Po me këtë konkurrosh. Numri 1 nuk kapet. Gjithmonë. Ai që garon në oborin e mbretit, lutem, ai që në oborin Bushatit lutem, në oborin e mbretit, kush bën gar votimi me mbretin, është thjesht ai që është gastori i mbretit. Kloni. Ai bën. Unë nuk e kisha Berishën numër 1, e kisha për Ramën, se unë nuk i shoh kështu. Unë nuk i hyj opozitës tani ti bëj gjyqjen opozitës, nuk ja vlen. Unë nuk merrem më me Berishën apo me dikën. Unë kam me demokratët. Ore do reflektojnë këta njerëz që thonë. Demokratë, o bari dëgjoj. Ata që janë a do ketë zgjedhje tani? Jo. Do ketë vot besim Berisha. Nuk do hapet garë tani për të konkurruar. Po vot besim pra. Ore fiton Berisha në çdo lloj rasti atë partim, dhe ka të vetën. Pa filluar akoma ka marruar. Po çfarë? Bile unë kam i thirrje mos e bëj atë votbesimin. Ne kurse humorin e lajmit sot u votbesua zoti Berisha. Ne kurse o bardit më më thër. Ajo që them unë është kjo, dakor, më kuptova gjithë. Dhe pjesa tjetër. Si kanë betorat e Berisha, mo leni u Berisha nuk po merren me të dhënjer çani. Nuk interesojmë atë fare. Ore ky treg, Arlindi mori. E kuptojmë. 14.000. Unë shpresoj akoma. Do dali tiku nesër e zëm kopën e martikut e ka. Do marrin 30.000 tiku. Pra, këto janë komunikuese. Patjetër. Pse ju ka zënë edhe ti e ke këtë problem më duket se. Jo. Pse ju ka zënë kjo që opozita. Në këtë treg vllasta do i sunguar të jetë kur opozita bie, ngrihet një opozitë tjetër. Mirë, absolute. Do ta them vetëm në kushtet pasaj kur. Jo, jam dakord. S'dua që fare. Jam plotësisht dakord me këtë që the. Shikoj çfarë ndodh. Unë bën dy parti, duhet dalë mend bën dy parti. Unë kam shpresë. Po ty bëhen 3, 4, 5. Bën dy parti, po këto thonë PD-ja, kjo është e keqe. E para, unë kam shpresë se do ketë një reflektim. Po s'pati reflektim, çani? Nuk do ketë reflektim. Lutem. Mund mos ketë. Është ti ç'do bësh o bardhi? Edhe një herë për ta thënë, më le të bëj. Unë kam shpresë se do ketë një reflektim. Unë do ta potencoj edhe një herë përpjekjen time që partia të drejtohet vetes dhe të ndryshojë veten. Bukur. Edhe njëra 10 tjetra dhe mundësisht bashkohen. Dhe ka akoma kohë deri në 2025-ën. Fal, po me çbaz do bashkohen. I keni hyrë njëri tjetrit ndaj jak, i keni thënë fjalët e fundit, tek ashtu. Ora mbi çbaz do bashkohen, na shpjegoni çfarë. Në qoftë se do marrin, do të thonë vetëm se jeni vrarë me njëri tjetrin, se gjithë tjerët i keni bërë. Çfarë baze do bashkohen? Nuk them që do bashkohen, unë të garantova që do bashkohen. Unë i bëj thirrje të bashkohen. Do bëj çdo përpjekje që të bashkohen. Do potencoj argumentin e manifestit. Edhe pse i shmangem
krijimit një force tjetër, sepse në qoftë se do të japish garanci Ramës për të qenë mbret, japim iniciativave pa fund për parti të vogla, ndarjet partive, sidomos Partia Demokratike. Sepse i marrin... Siç ka ndodhur në Serbis, janë 17 partijet. Në Serbi në fakt nuk ka një Berisha, në Serbi janë vetëm parti të vogla. 17 parti të vogla. Se ky është dhe rreziku kur tiki Berisha. Se s'do lër trashëgimi atje. Se nuk le dot një luli të dytë. Pra, fatikisht, ajo po ndodh thusht, ajo që ka ndodhur në Serbi. Po, thërmimi i opozitës. Thërmimi i opozitës. Pra, ne kemi godit në shënë. Dhe ajo që thatë për vakumin, materia nuk pranon vakum. Në momentin që Partia Demokratike nuk do hapi syt, do ta lër bosh, Arlind Qori do ketë sukses. Një Arlind Qori tjetër do ketë sukses. Mund ta bëj Bardhi, po më e bën, nuk e kam problem ta bëj, por nuk është qëllimi im që të vazhdoj të thërmoj opozitën. Do pres dhe do shoh si do reagojnë. Vendimi... Jo, nuk kam e të pritur në luftë, në luftë ka sulm. Po do pres tani, nuk po pres nesër. Do pres të shoh çfarë do reflektimi do kenë. Çfarë justifikimi çani do kenë shokët e mi, nuk flas për Berishën. Kolegët e mi, me të cilët kemi bërë betejë, kur të më thonë nesër, të do shkojmë mbas Berishës apo mbas tjetrit që ka kushdamarrje të copën tjetër, kushdamarrje të copën tjetër, sepse me këtë fitojmë. Kur e din që s'fitojnë, në qoftë se këta nuk do reflektojnë, publiku do gjejë zgjedhjen tjetër. Mund të ketë shumë instrumente për ta bërë, mund të ketë një federatë si propozim, mund të ketë lloje të tjera instrumentash, vetëm për çarje dhe thërmimi i opozitës është një objektiv që unë kam që të mos e lejoj aq sa unë mundem me zërin tim, duke i paralajmëruar për atë çfarë do. Ti do të kesh vrasë ndërgjegje, pra nuk do të jo vetëm vrasë ndërgjegje, është efektive nëse opozita thërmohet, do jetë edhe me dobët. Si shëndosh Serbi, pra bëhet shumë që rastin Dhe federata opozitare mund të jetë një propozim. A do ketë gatishmëri? Nuk e di. Por të bëjmë çdo përpjekje është detyra ime. A është e lehtë për të bërë një parti të re nga e para? E rëndësishme është që të jetë e djathtë. Do vi dikush tjetër të propozojë nesër një parti. Unë kam vetëm një rrezik, shoh vetëm një rrezik që konceptet neomarksiste të Arlind Qorit mund të bëhen nesër e ardhme e dëshpërimit të opozitës shqiptare. S'është e çudi. Dhe ky për mua si djathtë ky është rrezik politik. Sepse sot unë shoh Partinë Demokratike. Sot unë shoh Partinë Demokratike tërësisht të majtë. Dhe është realizuar projekti Ramizalis, që të kemi 2 të majta, një në pushtet, një në opozitë. Katovica. Pa Katovica e ka menduar çdo njeri Katovicën e tij. Ah, sa bukur. Një e majtë në pushtet, një e majtë në opozitë. Okej, për ta mbyll, Bardhi je i madh. Falenderoj shumë. Më pëlqen pasioni jot dhe edhe elokuenca jote, shumë e mirë. Kush ka replik me Bardhin? Qëse s'ka të kalojmë te çështja tjetër. Kemi replik po. Iku. Plaset pyetjen në ekran Ledio. Zgjedhjet si e parashikoi Lirkulla fiton në rastin Tropoj. Jepi Kulla se do bjerë gongu dhe të na mbarojë emisioni dhe do ta mbyll me Silvanën. Kam pyetur 2 njerëz dhe pastaj kam çuar dikë që merr me sondazhe, kam thënë më ship pak Tropojën. I pari që kam pyetur është një shoku im i shkollës, Tropojan, berishist, biznesmen, po që s'merret me politikë, me mbiemrin me Miaj, ai e di, nuk do ja them emrin, se është njëri i biznesit. Dakor. Dhe më ka thënë e humbasim Tropojën, e kam thënë mos bëj shaka. Ka thënë do ta humbasim Tropojën dhe do bëhemi kaq me turp sepse do ta humbasim Tropojën se s'merrem me vesh me njëri tjetrin. Të ishin ndarë atje? Po, një 3-4 grupe, duhet dali ky, duhet dali ai, se ky është i këtij fisi, se ashtu. Nuk ishin ndarë Berisha Basha aty. Jo, ishin ndarë me njëri tjetrin, po gjithë PD, se gjithë Tropoja ka qenë PD diku. Po prandaj po them pra. I dytë që kam pyetur, për shkak edhe të eksperiencës dhe të respektit, është Azgan Haklaj, ish deputet, ish kryetari i Partisë Demokratike, i vetmi që mori mandatin e deputetit nga Burgu në 2001 kur e futi Ilir Meta që ishte kryeministër. Për shkak të ngjarjeve të dhunshme në Tropoj e tjerë, dhe që është ndarë me, ai thot me berishizmin, për hir të vërtetës Azgani. Pa i me kë është? Ai është me këtë grupin me krahun tjetër, po dëshmon atë që thash pak më parë, domethënë, i cili më ka thënë, Tropoja jo ndahet vetëm me Berishën kësaj radhe, po ndahet edhe me berishizmin. Qartë. Dhe pastaj kam çuar dikë, një kompani që merr me sondazhe, që mos bëjmë reklama kot në televizor, dhe kam thënë, të lutem do më verifikosh 2 zona, se njërin kisha merak se kam shok. Paska që ne theu fare. Atë që ka fituar në Memalia. Nuk është thjesht intuit. Bert Malaj, i cili është një shoku im ish ushtarak dhe fitoi Memaliajin vetëm, pa para, pa gjë, me pushtetin kundër, po tregoj shkoi mori njerëzit 1 nga 1 dhe i çoi të votojnë. Dhe e futa në Tropoj, dhe më tha, Tropoja o del barazim, ose fiton PS-i, thash, po si më fiton PS-i, o kështu dalin sondazhet.
Edhe ta shty, këta do humbin dhe Tropojën. Dhe një tjetër pastaj një socialist i tha, si është puna e Tropojës shumë afër Ramës, më tha mu tha dëgjoj tha. E ka kaq me qef ta marri PS-n tha, ta marri Tropojën tha Rama tha, sa që do ta ketë fitoren e jetës si ta shkatroj Sali Berishën Tropojën dhe e mori Tropojën. Ile të Karamuqo? Për llogarit kujt shërbimi partner është bërë gjithë ky sondazh kaq i madh nga ana juaj? Unë, sondazh, që kompani sondazhi që merr ai Shushtaraku, fitojnë me malia e vetëm, ata jep në gjithë vdekur, s'ka asnjë bashkinë në qarkun e Gjirokastës. E mori ai. Dhe vetëm, dhe pa qenë Partinë Demokratike, vetëm ka shku fshat, ka rujt kutit dhe ka fituar dhe fiton. Ja kur do të fitoj njeriu dhe ka motivimin e dur, dhe është njeriu i dur, fiton. Se fiton dhe në kavaj. Vetëm shërbimet kërkojnë më shumë se 3 burime, prandaj përmendi 4 burime. Ai është i madh, kemi thënë për kulla. Kjo është eksperiencë, nuk e gjeni gjurë. Kulla, para sa mbyll. Më thuaj të lutem, nga gjithë njerëzit që janë zgjedhur, këshilltarë dhe kandidat, mund më thuash cilët janë njerëzit që ti njeh mirë? Gjysmën më një. Jo, gjysmën, jo. Gjysmën e këtyre të kryetarëve. Kandidatëve. Gjysmën e kryetarëve. Të Kavaj se njeh për shembull? E njoh familjen e tij dhe kushërinë e tij të parë kam shumë shok, por në fakt mik kam atë tjetrin që e humbi për pak vota. Ata Se socialistë. është kushëri Fatos Nanos. Ai që kushëri Nanos ai që humbi. Sa shoqëri me ata tërkohës jo theti. Po të shi. Me ata që është e bukur e shumë, ata që së ndojnë. Po interesit i dorrimi këm do qeve jam ja i lirë. Me kullën ti e gjithmonë dakord Ervin, po ka dhe gjëra që ndajmë shumë. Një batut vetëm se s'kemi kohë. Oj, tash se S'ka më tani analizë, kanë fletë dhe fëmijët edhe është me pull të kuqe, këto demokrate. Kush pullë kuqe më valla? Jo, se do themi gjë kështu që Thuaj, por gjë se kemi Silvanën këtu. po këta demokrate mendojnë në herë jetën pas Sali Berishën më valla. Kush i përgjigje sa Ka do që vinë vërdall, po aty do mendosh. Po pse socialistët e mendojnë ndonjëherë jetën pa Edi Rama? Po ka të gjatë përpara akoma, po këta tash që po humbasin ka gjë. Vetëm sa diçka se kam Baxhani. Ata i s'kan që bëjnë që si shket këma dhe jak pret kokën, po nuk i shket tash dhe di. Faktikisht, demokratët kanë tregu që jetë edhe pas Sali Berishës se janë bo gjysë. Gjysë për demokratët është pas Sali Berishës. Gjysa jo. Pjesë. Shumë pak ja. Kurse socialist nuk ka dalë si ka rreshti. Ne jemi fitore. Tik një batut shpejt tik. Shiko, unë nga këto zgjedhje nga opozita e cila o abandonua fuqishëm dhe u ndëshkua nga elektorati vetë, më vjen shumë keq që akuzohet Shkodra për shit blen e votës. Nuk mund të akuzosh Shkodranin për shitje e votës, se ka rezistu 30 e kusur vjetë, ka luftu sa askush në këtë vend. Po pse ti mendon gjitha diferencë e madhe votash ishin komplet me ndërgjegje, ka ndruar ndërgjegje dhe ka thënë se japim më këtë do japim më ti. Unë besoj fort. Ka ndonjë fenomen aty. Unë besoj fort që qytetarët e këtij vendi, përtej mangësive që mund të ketë si çdo kom tjetër, nuk janë ata të vitit Xic. Harrojeni këtë punë. Këtu mungon frymëzimi. Dhe po të kish frymëzim, do ta fitonin. Shikoj Kavajin, ai djali atje, frymëzoi. Tani, çështja është që nuk mundet, kur fitohet janë të mirë, kur humbet janë të shitur, nuk funksionon kjo punë kështu. Nuk i thua do të Shkodrani ti që ka shitur. 2 ditë para se të bëjë zgjedhjet atë dhe Saliu. Po nuk ja thua dot popull qendrëstar, këta janë. Sepse është një nënvlerësim shumë i pavend për atë. Jo gjithë populli molla, jo gjithë populli po. Tani gjithë populli se ishin minus 10.000, Çani ka një rast. shkuan minus 12.000 janë 22.000 vota, si gjithë populli. Unë s'përmend emra valla, po të gjithë e dini ju. Që këtu për shembull në zgjedhjet parlamentare apo jo goni. E tani për shembull, do të thënë ne e dim që për shembull janë marrë vota në masë të madhe nga parti që s'ka bërë ndonjëherë. Po pse se kanë marrë Shkodrën edhe më para? Pse e morën kësaj herë? Jo, e kanë fjalën. Ajo që thot ti si ka marrë kot, pavarësisht se arrin të thonë që ai menaxhon mirë, ja po të them ty. Pra menaxhim çdo më shumë. Punojnë o vlla kanë atë grupin e vet. I bindin. Po atë grupin, është edhe puna ajo, nuk është vetëm me bind. Pse i bëre duart kështu? Grupin e vet, po them. Jo, për ne, kjo si gjë ishte kam. Dakor. Sepse unë kam lëviz gjithë territorin e Shqipërisë dhe gjithmonë i gjesha prezant njerëz Partisë Social-Demokrate. O Çan. Nuk fola për një parti, fola për gjithësi. Mi po flas shumë pra. Mirë, dakor. O Çan ta pa ta thënë do ta marri Toma Luizin, do marri Shkodrën.
Ja, mos e banalizojmë kjo. Ta pa ta thënë që Luizin do ta marri Toma, as Rama, as Berisha. Toma ka marrë ju do marrë Shkodrën. Ka marrë ju. Sepse ndikoi shumë fryma. U kriju fryma që këta do ta Që ka marrin. vota të voton me Toma ka marrë në pustetën, ka marrë pustet. Ka dhënë shumë vota Luizi më po të them. Edhe pustetën? Ku? Edhe pustetën? Po unë po të them në Po Shkodër. ka marrë gjithë Shqipërinë në burë, ka marrë 100 Ka masë edhe ashtu, në Shkodër ka qenë... Ore, ka marrë 100 sa me Në Shkodër, Tom Doshi ka qenë një aktor i më rëndësishëm i këtyre zgjedhjeve. Shumë më vëlla, 98. Do të thënë pa votat e Tomës, do të Troshmo do fitonte Benet Bethi. Jo, pa votat e Tomës dhe pa votat e Gonçeles nuk do fitonte, por ki parasysh që Luizi krijoi shumë frymë. Hajtë me valë. Ja, ka kriju frymë gjithandej, jo vetëm Shkodër. Luizi krijoi shumë frymë në Shkodër, se Shkodër pritet ndryshimi historik. Ta tha 30 vjet nuk e kanë marrë kurrë Shkodër. Në rregull, po edhe në Tiranë për shkakun që pati u martuan atë ditë që doli Po Tiranë nuk ndryshon shumë, Tiranë janë 60.000 vota para, kurse ka shkuar sa Shkodër i thua ka ndikuar. Po sigurisht. Por po do të thënë pa votat e Tomës, vëlla, që është i fuqishëm. Po, edhe pa votat e Gonçeles nuk bëhet. Beneti nuk do fitonte. Jo. Edhe unë kështu mendoj. Dhe le ta themi, këto janë vota ndërgjegje, nuk janë vota patjetër. Janë vota ndërgjegje, janë Se vota... bëhet një herë, punë mund dyshosh. Janë vota racionale, nuk janë... Kur ka sukses të vazhdueshëm, do të thotë që i ka vota, si e i pari, si ky tjetri. Dakord. Ky është momenti Karamuçës. Cilat janë disa nga teknikat e ledio plas pyetje në ekran, Karamuço? Cilat janë disa nga teknikat e tjetërsimit të votës? Është një qendër në Amerikë, Brennan Institute, që në Washington, që merret shumë me këtë vjedhjen, fraud. Ose quaj vjedhje? Jo, e të quajmë përvetësim të votës. Ose tjetërsim të pa autorizuar. Dhe ajo bën mbledh informacione nga gjitha rajonet në glob, rajonet që kanë bënë edhe me Evropën. Ne nuk jemi në atë, s'jemi futur në atë. Nuk jemi? Jo, nuk jemi. Dhe që thot ai institut? Ai thotë që kanë të bëjnë në 3 kategori, me njerëzit, me sistemin administrativ dhe me teknologjinë. Ata kanë më shumë probleme me teknologjinë. Sigurisht. Edhe në këto zgjedhje besoj u ata muaj që ka teknologjia pati probleme, jo bllokimi, jo si mund ta kerohet etj. Megjithatë, tek personat, ai ka një shprehje që thotë të përvetësosh vota nga një person mund ta bësh edhe duke e parë në sy. Dhe ti e di se shikojmë njerëzit në qendrat e votimit kur ata hyn edhe janë ca grupe për jashtë. Bukur edhe unë e pashta një vajtë votova. Të shikonte njëri kështu. Mi hiqte sy të shëmbyer vetë nuk hiqte sy të pa. Dhe shumë e vërtet. Kjo është e vërtet. vërtet. Po. Unë si kam Ishte edhe me femër. Ata i thonë çani, ata i thonë teknik jo në atë kuptimi jo, smikës ty me kështu e shikoj. Hipnotizonte. Fleksike, kështu quhet ajo, edhe në tim që e kemi ne. Teknika fleksike, pra po e ule pak kokën dhe pe kështu në mënyrë depërtuese, ai tjetri intimidohet. Thotë ky kur të dal nga kjo dhe të fillon vet ajo. Çfarë perle sa i madh. Psikoza që mos e di ky ç'a votoi unë se një barkod që më kanë thënë etj. O çfarë perle vazhdo E dyta, ajo që t'i kalojmë shpejt. Administrativja ka të bëjë me një gjë që unë e vura re, mos gaboj në Lushnjë. Ishin 2 vula që ngjanin, po njëra ishte më e vogël se tjetra në një flet votimi. Ajo Brennan i thotë që ka të bëjë me rulon. Jo se kush e thotë se ti e thua anglisht shumë shpejt, po njerëzit nuk kuptojnë anglisht shumë. Një institut. Si quhet? Amerikan, Brennan e ka. Brennan? Instituti Brennan. Brennan. Okej. What are you talking about? Po vazhdo po. Edhe. Me rulotën. Rulota, jo rulota ruse që vë një plumbe dhe... Po, rulota ka të bëjë me këtë. Që ti mund ta falsifikosh një letër, e bën të gatshme për votuesit, ose mund ta marrësh, mund ta vjedhësh nga regjistri origjinal, e shënon aty për kë do votoj ai, ja shënon në letër, i thua merre në xhep tani dhe shko futu në komision. E ka thënë Curi, apo kjo është tjetër? Nuk është që ka thënë Curi. Ruleta, kjo është ruleta. E ka thënë Curi pra. Futesh. Në një flet bëhet gjithë. Po, në një flet dhe mos gaboj në Lushnjë dole një fotografi, o ç'është kjo flet? Në ku ajo flet mund të ketë marrë me 100 vota. Po pra. E kemi thënë të Curin para zgjedhjeve, rulet ruse quhet kjo? Jo ruse është kur ke një plumb edhe qëllon derisa... Po si quhet kjo rulet kush? Treni quhet, treni. Rolling. Edhe kjo që bëjmë ne kështu, rolling është. Ua çfarë? Po e kemi thënë këtë. Po tjetër. Kjo ishte pjesa administrative. Ka dhe një gjë kjo. që Brena nuk e parashikon, por që ne e kemi këtu. Që ka të bëjë, e folën kolegët në panel, në lidhje me sistemin. Sistemi vetë vjedh.
përvetëson. Cili sistem? Për këtë Sistemi që kemi elektoral, Po? nëpërmjet kujt votave të pavlefshme. Dakor. Janë dy lloj votash të pavlefshme. Por e dim që se sa të pavlefshme kanë dalë totalmente, po nuk e dim, se kemi ide. Ne kemi këtë të dhënë fare. 2 deri në 3%. Një lloj vote e pavlefshme është ajo që unë duke numëruar dhe skanuar i fut një rezervë dhe e hedh. Janë nga 99.000 vota të pavlefshme. Mos gaboj. Zgjedhjet e kaluara, Ervin, mos. Ka parë se unë ngatruan sepse ishin me numra, po nuk ndodhe në tavolinë që ta prishin votën. Dhe tjetra është që ne në çdo round zgjedhjesh që kemi bërë, qoftë vendore, qoftë politike, ne për shkak këtyre partive, formacioneve, etj, hartave, se i kemi bërë gjitha vetë. Politikanët kanë bërë gjitha vetë siç kanë dashur, ne na hidhen kosh një 200.000 vota, që nuk prodhojnë asgjë, sidomos në zgjedhjet politike. Nuk prodhojnë asnjë lloj deputeti. Hidhen në kosh. Pra 300.000 vota ne, 100.000 këte dhe 200.000 këte, se u futa tani në një gjë që s'më takon, po jam pjesë e kësaj. Po teorikisht nuk ka lidhje. Pjesë e kësaj të Brennanit. Versionin që BSI-ja mori 80.000 vota dhe ju dojnë në votat për shumë pak, ju dojnë deputeti LSI-s në Berat, Hillary Clinton mori 7 milion vota më shumë se Donald Trump. në Durrës, në Gjirokastër. Më falë, për 44.000 që ne flasim për zotin Duga, por mori FRD-ja ka marrë 2013 29.000 vota dhe s'prodhoi asnjë deputet. Asnjë. Kupton? Kjo është votë që hidhet në kosh. Ne do flasim javës tjetër, me kismet jemi gjallë, se me gjitho kancer e vivërdal nuk i dihet asnjëherë. Do flasim për 2 fabula të papara të tuat, Kancer s'merr kaq shpejt. fjala që bie. Për 2 fabula, një fabulë e bletëve që shërben për të gjetur kriminalin, si gjetet me gjurmë të bletëve një kriminal. Karamushë do ne shpjegojmë detaje javës tjetër, se nuk ja blen ta djegim sot fare, se është ora 12 e pak. Dhe një tjetër fabulë me telefonin zero që kushton minimalisht 20.000 euro e sipër. Ç'është ky telefon? Jo telefon, është sistemi ai. Mimi po, është dhe aparat. Se e kanë keq kuptuar shumë nga këta që i dëgjojnë këto dhe merren. Ai sistem futet në një aparat dhe pastaj po sistemi është ai që dhe mënyra se si celulari këtu e vë këtu 20 sekonda, unë shkruaj jo do 20 sekonda. Ky është demonstrim që Unë shkruaj dhe po këto do i kemi për në tjetër. Do i kemi qenë fillim të emisionit se këto janë perla. Patjetër. Janë 2 teknika të papara. Është edhe një video që do ta shpjegojmë dhe atë me presidentin Putin. Po javës tjetër. Javën tjetër, patjetër. E madh. Edhe ajo është diçka shumë e Tani frikshme. për ta mbyllur emisionin me Silvanën, para se të shohim klipin e Silvanës Zoja Zotri që mezi e kemi edhe nga koncerti vetëm promovuar të klip te unë, taksirata ke Silvana po edhe ti vonë dhe unë vonë, s'ke ç'i bën. Tani jemi në fund të emisionit dhe do të shohim klipin tënd. Dua ta mbyll sigurisht me filozofin, se filozofi na duhet gjithmonë në jetë. Gjithmonë. S'ka mikrofon se dha Silvanës. Pa merak. Jo, mos e hiq pas. Hajde Sofi. Hajde se më jepër që mikrofonin të curit të flasë njërë me akullore se s'ka fola asë njërë. Ha? Nuk punon as ky? Po pse s'punon? A ishtë falca, nuk punon. Po unë me qa flasët jo? Me mikrofonin tatë. Do të unë e mbaj këtë të tore pësere. Sa gjenë Pra, konfirmohet dhe njëra që kam thënë për 20 vjetësh, mos besoni asnjëherë ekranit, se në shumë në rasteve është fake. Curi, pyetja plaset pyetje në ekran, mund ta mbash në dorë për shefin ton. Praktik, mos e vramë, s'ka nevojë ta vësh fare. Plaset pyetje në ekran zonja Zotri për ta mbyllur emision për sonte, pa për të vënë vunën në një farë mënyre. Ai thot shpesh Shqipëria 2030, ç'më ka ikur zëri, më jam gjiru, mos sa i natë më vjen. A i thot shpesh Shqipëria 2030 të më dori mirë A i thot shpesh si më delë Po zëri se kap do të zërin atë. Nuk e kap do të zërin atë. Ti më nuk do të imitoj atë jo, do të damu të atë trash zërin tim, më ka x zërin, më kanë ashtu këto Kordat. Ga i s'kam pi kamomil kam një javë, është një të merë kur s'pi kamomil Qarë lukse shke Futi te kjera kisa vjen. A i thot shpesh Shqipëria 2030 A jemi në zemër të epokës Rama, ose Ramsi, si të donë ju? Çfarë na mëson antikiteti? Go! Curi ky është moment. Para disa ditësh është mbaruar edhe piramida e atij që ne e quajmë Ramses ose Ramsi. Faraoni i Egjiptit. Faraoni i Egjiptit.
Tani ne kemi marrë dy personazhe me të cilin e kemi krahasuar Ramën, me Perikliun e Athinës dhe me Ramsesin e Egjiptit. Ai në fillimet e tij ngjau Perikliut, i cili gjithmonë e dëbonte opozitën, e përçante atë. Le të kujtojmë që dy personazhet kryesor të opozicionit të Perikliut ishin Thuqididi, jo historiani, dhe Simoni. Gjithmonë Perikliu përdorte o Spartën, o persët që të godiste opozitën. Pra Rama përdorte edhe Bashkurat Amerikës, Brukselin, Bashkimin Evropian, Londrën, Turqinë për të goditur opozitën. Dhe me këtë, Perikliu arriti të mbretëronte në Athinë për 40 vjet. Dhe tani Ramën e kemi në kulmin e tij. Pra nuk është thjesht që ka nisur epoka Rama, por epoka Rama është në kulmin e tij. Ndodh një gjë historikisht, sepse historia përsëritet, nuk është se ka ndonjë gjë të re në ndjell. Një nga mbretërit më të zgjuar të historisë, mbreti Solomon ose Sulejman për muslimanët, ka thënë një fjalë të urtë të madhe, që thotë që në ndjell nuk ka asgjë të re. Pra përsëritet historia. Dhe varësia më e madhe që ka njeriu, kur ti e di që her pas here na pëlqen të flasim për varësitë, është varësia nga pushteti, është më e madhja, më e larta, sepse njeriu do t'i ngjasoj Zotit. Mëkati që bëri mëkati origjinal i njeriu në kopshtin e Edenit nuk ishte se e ngri por ishte se donte t'i ngjasonte Zotit. Dhe këtë e kanë kryesisht pushtetarët, pra hynë në kompleksin e Zotit, në kompleksin e Adamit, ata duan që t'i erë Zoti. Të njëjtën gjë bëri dhe Ramsesi, i cili e dëboi popullin e Izraelit, dhe Izraeli pati një eksod, siç e tham 40 vjet në shkretë të tjerë. Të njëjtën gjë po bën dhe Rama këtu, i cili po dëbon popullin shqiptar, gjysma ka ikur, ka ngelur dhe gjysma tjetër, që është edhe ajo duke përgatitur valiçet sipas asaj që i thua atje pasere me shaka. Jo, me shaka se them fare unë, seriozisht. Në rregull, dakor, merret nga njerëzit me shaka. Dhe këta tani, historia e tij është në kulmin e tij. Tani çfarë ndodh? Kur jemi në kulm, ndodhin dy gjëra. Ose mbreti që është në kulm me varësi të tmerrshëm nga pushteti, punon për famën, për historinë, për atë që do thonë brezat. Po fama ose personale, si në rastin e Ramsesit, ose për famën e kombit. E Ramsesit, faraonit e Egjiptit. Të faraonit e Egjiptit, faraoni i Eksodit, i faraoni dhjatës vjetër. Ose përdor pushtetin e tij për famën e kombit, siç e bëri Perikliu. Perikliu mori lekët grekëve, jo vetëm Athinasve, po gjithë të tjerëve, me zorua merrte her pas here dhe ndërtoi pastaj Akropolin e famshëm, që e bëri të famshëm Athinën në gjithë botën. Kurse Ramsesi e përdori pushtetin për famën e vet personale. Tani të dy këta u rrëzuan kur arritën në kulmin e tyre, sepse çdo lloj procesi jetësor ka një nisje, ka një kulm, dhe kulmi duket sikur është pika më e lartë, por pastaj mbas kulmit është rënja. Gjithë personalitetet kur arrin në kulm, thjesht duhet të menaxhojnë rënjen. Pra ajo rënja ose do jetë ngadalë dhe graduale, ose do jetë pikjat. Në të dyja rastet, qoftë të Ramsesit, rënja ishte pikjat, se Ramsesi u përmbyt në detin e Kuq, kur ndodhi që izraelitët nga mbrapa e mbani mend Mojsiun që çau detin me shkop dhe pastaj e mbylli detin sërish dhe faraoni u mbyt. Dhe në rastin e Perikliut, i cili nuk e menaxhoi dot si duhet kulmin, erdhi një Covid, pra një flamë asaj kohë, një lloj tifoje dhe e mori virusi. Kështu që në këto raste, tani me që kemi kulmin, do kemi shumë ngjarje të reja, sfida përpara, sepse mbas kulmit vjen rënja, po do vi graduale, apo do vi e menjëhershme, kjo ngjelet për tu parë. Vetëm një gjë të vogël, Curi, ti thua kemi kulmin e Ramsit në Shqipëri. Po. Unë në fakt në pyetje kisha, por letjo me sa duket se ka gjetur do të pyetin, e kisha a jemi në zemër të epokës Rama? Po pra jemi në zemër. Nuk jemi në kulm, pra zemër do me thënë në mes. Po, kulmi në mes është. Jo. Me gjithë rënien. Kulmi është në mes. Mbani mend një kurb kosinusoidale ose sinusoidale. Në fakt unë kam përgabim, a jemi në qendër të epokës Rama, duhet thënë. Po pra, nëse thua në qendër. Në qendër është mesi dhe në mes është kulmi. A jemi në qendër të epokës Rama? A ka më shumë se kaq? A jemi në mes të epokës Rama? Po, për mua po, sepse jemi në mes. Tani gjithë Shqipëria u ngjyros ngjyrë roz, apo jo? Ma vi, po. Njerëzit janë të trembur, disa po burgo. Jo, janë të lumtur, ndërkohë janë mësuar me Ramën. Sigurisht, po një pjesë po, këta që janë të punësuar nga Rama, po, që ndajnë pushtetin me. Jo, po dhe shumë të tjerë me sa duket. Ata kanë ikur pra të tjerët. Po, kanë ikur. Dhe janë të tjerë gati për të ikur. Kemi Eksodin, pra, të ndaj të thash. Eksodin e shkakton në Ramsesi. Dhe nëse jemi në kulm apo në qendër apo në mes, ajo që vjen nga mbrapa është rënja, sepse pyetja ime është, a ka më shumë se kaq? Nëse ka më shumë se kaq, atëherë jemi në ngritje akoma. Në ngritje. Atëherë ti vetë thua ato se ku jemi, ndjesia jote cila është? Për mua është ndjesia që ai është në kulmin e tij. Ti thua është kulmi tani? Po më shumë se kaq nuk ka. Dali një sekond, pra Shqipëria 12 çfarë është atëherë?
Nuk ka rëndësish menaxhimi i rënjes ajo. Është menaxhimi i rënjes. A pra ti thua, kulmi e quan dhe edhe këto 7 vjetët që pritet akoma. Sigurisht se kulmi mund të jetë dhe kështu. Ti ketë një vit të drejtë, të arkuar, A, nuk është maj? Jo, nuk është maj, jo. Mund të jetë dhe kështu dhe pastaj ai menaxhon rënjen. Tani nëse rënja do i vi nga Perëndia, vjen kështu me zhytje. Nuk e urojmë, po themi opsionet janë historike. Pra, absolutisht që këto janë gjëra që as duhet t'i shkojmë për më. jo, më kot për historinë po flasim. Mi për ata, po jo Në për rastin e Ramsesit e fshiu deti e mbyti, se nuk kikte ndryshe. Faraonit. Po, në rastin e Perikliu dhe ëngri mikrobi, e blojti, tifua. Tani, në qoftë se ky me njërin ose me tjetrin do i iki, unë nuk e di, sepse këto janë punët e Zotit. Nuk janë Jo, me punët ato tona. nuk ikën njerë ti jesh i bindur. Dakor, në qoftë se nuk ikën me ato, Atë e Rama di unë, kam unë garanci. në rregull. Atëra Rama është mjeshtër ta menaxhoj rënjen sepse çon popullin mes durimit dhe dëshpërimit. Njerëzit çon në dëshpërim, pastaj kur e shikojnë që dëshpërohet, tak i fut një karamele. Do menaxhohet dhe rënja do jetë ngadalë. Mjeshtri pa parë. Pra, mi llogaritë të thjeshtësuri. Edhe një 10 vjeçar është normale, është rënje normale. Bravo. Pra, 2023 jemi tani. Po. Ai në 2029 mbaron mandatin e 4. Po. Pra, 25 Po, aty do i fusi edhe 2 mandate si president. minimumi, se ai mund të vazhdojë të ri kryeminist, po mund të bëj po. president me kompetenca të tjera, jo me kompetencë ka presidenti sot. Sigurisht, pra, o republikë presidenciale ose monarki. Bravo. Monarki pra. Atë Na lër të ndërrojmë. Vdes për ato, unë kam ka shko. Na lër të ndërrojmë. Unë kam ka shko që them që Ramsi monarki. Po mirë monarki, po është Ti të kërkosh titull aty. Unë do kem vdekur deri atëherë. Konto se markez, ai ishte i përjetshëm, unë do jem fare deri atëherë. Por kujdes. Ma pëlqen si ide më bukur, artistikisht më duket e bukur shumë. Si teolog mendoj që dhe faktori Zot nuk është se mund ta nxjerrim jashtë loje. Ti thua e nxjerr, po Unë e nxjerr për Ramsin po njëherë. unë si teolog nuk e nxjerr dot jashtë. Jo, unë jam ëngjëlli tim mbrojtës, lutem, Zuri, atë mos ma. Mbaj, po ka gjë të tjerë që E di nuk më intereson ata. në rregull. Me që mpyete. Tani, edhe një për ta mbyllur se s'kemi më kohë. E mbyllim po. 2029 mbaron mandati 4 Tiranës. Po, pastaj janë 2 vjet, 2 mandate si president. Pikërisht pra. Dhe në pushtet vjen direkt Velia, s'ka rotacion nga partia tjetër. Velia i vjen vetëm nëse rrëzojnë Ramën. Qofse e rrezon vetë Ramën. Nëse e rrëzojnë Ramën ata lart. Ndërsa ndryshe s'vjen. Ndryshe nuk vjen, jo. Pse? Po kush do vi? Si që janë gjëra, pse duhet vi? Ramsi i president, pa i duhet një kryeministër. A mund ta lërë si kryeministër thua ti? Po Republika do të prezidenciale, Rama do të ketë prapë pushtetet Kështu që prapa ai do jetë. Po ai është. Velia është thjesht numri 2. Jo 20-30, 20-40, kështu që... 20-40 i vete pra. Po patjetër po them pra, ti ku? Ti ndërkohë do jesh duke luftuar. Duke takuar njerëz për afër garë. Ti ku do vazhdoj të takoj njerëz. Dëgjoj. Më thuaj. Aty ku nata është me zez, aty nis të agoj djeu i ri. A sa bukur kjo meriton. Dhe do ta mbyllim me ty Silvana Rusi, që na e bashkuar sonte, shiqë që na erdhe. Klipi që do shohim tani së bashku dhe të ftuarit e mi zotri, burra pra do e shohim për të respektuar se je vetmja gocë në studio, përveç Sofisë që është edhe lart. Dhe përveç publikut, se unë kam goca dhe në publik shumë bukur, shikoj janë gjithë me vëskuqe me të gjitha këto. I ke qeth shkurt. I ke qeth shkurt, i kam qeth shkurt i gjithë, po. Janë njerëz të mirë shumë. Silvana, jale quhet. Gjale. Gjale apo jale? Gjale. Dakor, gjale që do me thënë? Është rumanisht shpirt. Gjale rumanisht është shpirt? Sa bukura. Djali rumun, si u lidhe me të, si e gjete, si ti gjeti që... Në fakt me gjeti, nëpërmjet një personi që ka një klub jo në në Tiranë. rrjeteve sociale? Jo. Duke qenë se unë kam performuar në atë klub më përpara, momentin që ka qenë Gjimi. Gjimi që të rumuni? Po. Ai thjesht ka kërkuar një vajzë që këndon, edhe i kanë thënë për mua dhe kaq. Thjesht më kontaktoi pastaj edhe... Po kjo qëtë më shumë klipi jo, apo klipi Është i ati? Gjimit, jo. Është i Gjimit.